Aktivitet të drejt për drejt është kryeministri Edi Rama për sa i përket sfidave të Shqipërisë për integrimin në Bashkimin Evropian dhe konkretisht është me negociatorën për kapitullin 5 për sa i përket prokurimit publik. E ndjekim. Tematik nga më të rëndësishmet e procesit të antarësimit dhe nga më të rëndësishmet për vetë familjen europiane për të ndarë me publikun kënaqësinë e vlerësimeve të njëpasnjëshme që janë bërë Shqipërisë së fundmi, bazuar po mbi fakte. Raporti flet për një nivel konkurrence për kontratat publike në rënje gjatë viteve të fundit. Flet për një mungesë ndërgjegjësimi lidhur me faktin që konkurenca është një parakusht kyç për vlerën e paras në programimet publike. Flet për treguesit kyç për matjen e konkurrencës që mbeten të pakënaqshëm në shumicën e shteteve anëtare. Flet për mbi 40% të garave të bëra me vetëm një ofertues për një periudhë 10 vjeçare. Flet për një mungesë konkurrence që ndikon në çmimet dhe në kostot dhe për një kozgjatje mesatare të procedurave të prokurimit të rritur me rreth 50%. Ndërkohë që shkalla e publikimit dhe pjesëmarrja e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme mbeten në nivele të pakënaqshme. Këto janë vetëm disa nga konkluzionet e raportit të Gjykatës Evropiane të Llogarive për vendet e Bashkimit Evropian. Ndërkohë që nëse vendosim në kontekst pozicionin e vendit tonë në indikatorët thelbësor që përcakton Bashkimi Evropian, konkurrueshmëria dhe po të shohim në tabelën e konkurrueshmërisë pozicionin e vendit tonë, nëse në mesatare kontratat me një ofertues të vetëm përbëjnë 32.3% të kontratave në vendet e Bashkimit Evropian, për Shqipërinë ato janë masën 23.5%. Dhe nëse në pasqyrën e përgjithshme të shteteve anëtare janë një grup i madh vendesh që fillojnë nga 57.4% e zbresin deri në 35.8%, Shqipëria është midis tyre